الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار Shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Vazhdon autori me kapitullin të cilin e ka emërtuar Faslu fi hifdhil lisan. Kapitulli, pjesa e cila flet për ruajtjen e gjuhës dhe mundësisht paksimin e të folurit. Kapitulli që flet mbi domosdoshmërinë tonë për me rujt gjuhën se çka flet, edhe mundësisht me fol sa më pak. Autori Allah subhanahu wa taala pas me shëruar në emërtimet e tij e përfshin shumicën e asaj që ka më argumentuar në vazhdim. Në një me rujt gjuhën, në dy me fol sa më pak. Besimtari e ka për detyrë me kujdes se çka flet, edhe ka për detyrë me fol pak ose me fol sa më pak. Thot Allah subhanahu wa taala në Kur'an: "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Çdo fjalë që shqipton robi, Allah subhanahu wa taala ka ngarkuar melek me shënue fjalën që e kena fol. O kulle insanin elzemnahu ta'irahu fi unuqih. Gjithë se cilit person, thot Allah subhanahu wa taala, i kemi dhënë fluturuese, melek, fluturus, fi unuqih, të vendosura në shpatullat e gjithë se cilit prej neve. Dhe shkruajnë gjithë se cilit person, i ka dy melek vetëm me shkrua çka fol. Me shkrua çka punon, me shkrua gjithë shka që sillet rreth tij. Ma yalfidhu min qawl, nuk ndodh që njeriu ta shqipton një fjalë illa ladayhi raqibun atid, vetë se ai ka regjistruesit me vete, kanë me regjistruar çka i fol. Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpjegon një çështje edhe më të hollësishme se kjo. Në hadith thuhet se melekt e pyesin Allahun subhanahu wa taala për një njeri i cili duke dashur me treguar diçka nuk flet, por fishllon. Me treguar për shembull anena ose knena, bën me fishullim knena ose bën fishullim ose për ignorim dikuna ose për një qëllim në vend se të flet fishllon. Melekët e pyesin Allahun subhanahu wa taala, çka më shkrua kuptimin e kësaj fishllime, kurse Allah subhanahu wa taala thot, shkruani ju fishullim, pastaj ja komentoj unë këtë ditën e Kiametit. Shkruani ju ashtu sikur që e ka bë ky, çaq. Pastaj qëllimet në zemrat e njerëzve nuk i din as melekt. Qëllimet në zemrat e njerëzve nuk i din as të gjinët, as kërkush nuk i din zemrat e njerëzve. Çka ka në zemrat e njerëzve e din vetëm Allahu subhanahu wa taala. Dhe nga kjo, ehli suneti dhe xhamati gjykojnë sipas asaj që e shohin, nuk gjykojnë sipas asaj që mendohet se fshihet në zemrat e njerëzve, ose sipas asaj që mendohet se ka me bë ky. Na nuk e dim kush ka me bë, vetëm se e dim atë që e shohim se është duke bë, ose atë që e ndëgjojmë. Pra, kapitulli rujtja e gjuhës dhe mundësisht me fol sa më pak. Sa i përket rujtjes gjuhës, ajeti i parë: "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Nuk e shqipton njeriu asnjë fjalë vetë se i shënohet sakt që ashtu qysh e ka fol. Fjalët e shumta, muhabet shumë, me fol shumë, gjithashtu është cilësi e keqe, nuk është cilësi e mirë. Thot Allah subhanahu wa taala: "La khayra
fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah. Nuk ka dobi në shumicën e bisedave që i bën njerëzit. Nuk ka dobi, la khair, nuk ka khair, s'ka send të mirë. Fi kathirin min najwahum, në shumicën e bisedave që i bën njerëzit, illa përveç men amara bi sadaqa, ato që urdhrojnë për me ndihmua njerëzve, illa men amara bi sadaqatin aw ma'ruf, ose ato që flasin për mirë, ose ato biseda që janë për urdhën për të mirë, ndalimin nga keqja, ose ato biseda të cilat flasin për me bë hajër, aw islahin bayna an-nas, edhe ato fjalë, ato muhabete që bën për me i pajtue njerëzit. La khajre fi kathirin min najwahum, në shumicën e bisedave nuk ka hajër. Në start, në fillim, Allah subhanahu wa taala u tregon njerëzimit se shumica e bisedave që i bajnë janë të kota, pa hajër. Dhe nuk janë të kota vetëm ato të cilat urdhrojnë për sadaqa, për me ndihmuar njerëzve, e u ma'ruf, ose për mirë, e u islahin bejnë nas, ose për pajtim njerëzve. Vetëm 3. Edhe këto 3 pastaj Allah subhanahu wa taala i ka kushzu. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah. Edhe këto nuk janë këtë hajrit. Janë të hajrit vetëm ato të cilat janë me njetin me arrit kënaqësinë e Allahut. Për shkak se ka njerëz që tu urdhnu për sadaka dojnë mu livdue, s'është njeti sinqert. Duke urdhnu për me bë mirë, me ndalu nga keqja, dojnë kanë mrapa njetet e tjera, duke mundua me i pajtu njerëzit, dëshirojnë me arrit me pajtimin e tyre interesat të kësaj dynjoje ose gjonat e tjera me të cilat nuk kërkohet, nuk synohet arritja kënaqësisë Allah subhanahu wa taala. Dhe kjo e merr sfjegimin nëpërmjet hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Imam Buhariu në Sahih nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, se 3 njerëzit e parë që ka me filluar xhehenemin Allah subhanahu wa taala me ta, janë ata të cilët kanë fol shumë, kanë pas diturie, kanë fol shumë, ata të cilët kanë pas pasuri dhe kanë dhënë shumë, dhe ata të cilët kanë pas trimni dhe kanë luftuar, por se qëllimi njëti i tyre nuk ka qenë sinqert për hir të Allah subhanahu wa taala. Dhe i pyet Allah ata që kanë marrë derë, pse keni marrë derë se kështu ka shumë, ka të mirë keni fol njerëzit i urdhnu, keni ndaluar nga keqja, ata mundohen me rrejt edhe Allah, se ata që janë mësuar me rrejt këtu, menojnë që mund me rrejt edhe në të dynja. Kështu është interesant. Edhe me munafiqët, Allah subhanahu wa taala e ka treguar ngjarjen e tyre. Munafiqët të fundit janë që ndahen prej besimtarëve në ditën e Kiametit. Në shpjegimet të cilat i ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e sakta, se kur të ringjallemi në ditën e Kiametit do dalmi para Allah subhanahu wa taala, ka procedura, edhe ka vend mas vendi ku kena munal. Disa nalen fillim, hinë për xhehenem, disa ecën edhe pak, vjen një vend tjetër, su në kalojnë, kthehen për xhehenem, disa ecën edhe pak, vjen një vend tjetër, su në kalojnë, ecën për xhehenem, derisa të fundit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu subhanahu wa taala u thot njerëzve në të ecë gjithë secili mbrapa atij që ja ka adhuruar tukon në dynjë. Dhe vinë zotat e secilit që i kanë adhuruar dhe së bashku me ta hinë në xhehenem. Kurse ata që kanë adhuruar Isën, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu a bën një shejtan në atë pamje dhe bashkë me të ishtin në xhehenem. Ata që i kanë adhuruar melekt, ato krijesa që nuk janë kon të kënaqur me adhurimin që ja kanë bërë njerëzit, Allahu subhanahu wa taala nuk i ngarkon ata, se ata nuk kanë faj, por bën një shejtan në formën e atij që kanë adhuruar dhe së bashku me ta shkojnë në xhehenem. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mbesin vetëm muslimanët dhe munafiqët. Se munafiqët nuk kanë pas asnjë zot, ashiqarët që kanë adhuruar. Kur mbesin vetëm muslimanët dhe munafiqët, ato munafiqët thonë, duket e mashtruar me Allahun. Për shkak që ju ka hecë mirë mashtrimin këtë dynjo, Allah subhanahu wa taala ja bën sprovë edhe në botën tjetër, në këtë vend kur krejt shkojnë për xhehenem, mesin vetëm besimtarët, se thonë neve halos na ka ardhur Zoti jon që kemi adhuruar, pastaj vjen Allah subhanahu wa taala
edhe i qënë në xhennet, munafik mbesin, edhe thonë, më doket e mashtruar edhe Allah, më doket kaloj edhe që kjo, por nuk ka kalue, për shkak se në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë munafiqët kur ypin në urën e siratit, ura e siratit i ka disa grema të cilët zgjatën edhe kapin personin nga ura dhe qisin në zjarr dhe kapin gjithë secilin që në zemrën e tij ka pas kufrin dhe nifakun, ose gjithë secilin që nuk ka pas në zemrën e tij iman. Dhe njerëzit të cilët kanë bë manipulime, kanë bë mashtrime rrena në këtë dynjë, dhe zakonisht ju ka ecë me rrenat që i kanë bë, kur dalin te Allah, i pyet Allah, pse keni kallzu ju fe? Vallahi veç për izat Zotit. Ama atash nuk shkon në rren. Allah thot, po rren. Se Allahu e din çka ka në zemra, na nuk e dina. Ne e shohim një njeri i cili flet, ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, urdhnon për të mirë, ndalon nga e keqja, në atë që duket që është mirë, na gjykojnë për mirë, se ne nuk e dim më rëndësinë e tyre. Ama në ditën e kiametit Allah subhanahu wa taala e din. Në një hadith tjetër të saktë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në ditën e kiametit, një njeri Allah subhanahu wa taala ka mbështi në xhehenem, edhe prej dënimit të madh zorët kanë me dal pe barku, por të ngjitura me trupin e tij, edhe ky ka mosill në zjarr në xhehenemit rreth zorëve të tij të nxjerra jashtë. Dhe njerëzit afrohen me pa, çka është ky dënim, kur e shohin? Imami i tyre, hoxha i tyre, dietari i tyre. Çka puna jote thon kështu? Ti na ke mësuar neve, na me mësimet e tua him xhennet. Çka po puna ty pas ke mbet në xhehenem? Ti na ke mësuar neve mu largue prej harameve, na me mësimet e tua i me largu prej harameve. Çka po puna ti pas ke hije vetë për veti? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgjigjet, ju kom ndalu juve nga haramet, a për veti i kom punu. Ju kom urdhnua juve për veprat mira, vetë nuk i kom vepru. La khajre fi këthirin me në gjuahum, nuk ka dobi në shumicën e bisedave, përveç atyre të cilët janë për me ju ndihmua njerëzve, me urdhnu për mirë me ndalu nga keqja, dhe atyre të cilët synojnë syni pajtimin e muslimanëve, por edhe këto duhet të me kanë të kushzuara me njetën e sinqert, nga se nëse nuk e ka njetën e sinqert, asë në këto biseda nuk ka hajr. Nëse nuk është njetë i sinqert, nuk ka hajr në derset e dietarit, asë në librat e tij. Nuk ka hajr në sadakan e pasunikut, asë në dobin që ka silla e sadaka, nuk ka hajr në xhihadin e mujahidit, asë në veprën e tij që ka bën. Illa përveç atyre të cilët dëshirojnë kënaqësinë e Allah subhanahu wa taala me veprat e tyre. Për këtë autori përmend është detyrë e besimtarëve me rujt gjuhën, jo mos me fol hiç, po me fol atë që është e mirë, dhe mundësisht ose me pas kujdes mos me fol shumë. Transmetohet se selefët, ata që flasin shumë, i kanë llogarit njerëz të mirë, përveç ata të cilët kanë fol atë që ka qenë e nevojshme, e domosdoshme dhe në dobi të besimtarëve. Transmetohet nga Imam Ahmedi, Allahu subhanahu wa taala pas mëshirua, i cili me një zinxhir të saktë transmeton një thonje prej thonjeve të gjeneratëve të para, se ata kanë thonë ndodh që njeriu del nga shtëpia e vet me iman. Kur u qun sabah, u nis me dal pi shtëpisë, në punën e vet, në angazhimin e vet, ka dal me iman. Gjatë ditës folle, sikur më koni kurdisun, s'nalet hiç. Thot kur kthehet te shtëpia, kthehet pa fe. Qysh është e mundshme me dal me fe prej shtëpisë, më kthye pa fe te shtëpia? Ku është problemi? Problemi është se ki fol gjithë ditën. A Imam Buhariu më paskon se mund me fol çfarë shumë bre. Çka fol njeriu panol. Ato më kon derse ligjëratat të përmend ajete hadithe 4 sahat, si folet me njerit kërkun.
ai si tenis. Masanej kur s'ka shka fol të na du të me shpik diçka, me qit diçka, se shka me fol. Allah re hiq më s'fol. Edhe më konë me vllazin musliman, rini, më s'falni hiq, nëse s'është e dobishme, nëse s'është në atë që urdhnon për mirë të ndalon nga keqja, nëse nuk është që e ka synim pajtimin e muslimanëve, nëse nuk është që ka për synim me ndihmu atjerëve kush ka mundësi, hiq më s'fal. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë ka thonë: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kush e beson Allahun subhanahu wa taala dhe ditën e kiametit, në të fol mirë, në të kundërtet në të hesht, hiq mos fal Allah. Imam Ahmedi në një prej thonive të tij thotë sikur mos të folnin ata të cilët janë ignorant, ata të cilët janë gjahila, kur në ymet nuk kishin mendohet paqartësit. Po mos të flisnin ata të cilët nuk din për çështjet e fesë në rënd parë, pastaj për çështjet e tjera, kur fitne në ymet nuk ish bon. Grupet e devijuara, asnjë prej tyre nuk ka dalë prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam veç për shkak të ignorancës. Dikush më thot, por grupet e devijuara kanë në rrugën e tyre dietar, është e vërtetë që kanë dietar, por nuk janë në diturinë e saktë në atë që e ka thonë Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ashtu sikur që e kuptonin sahabët, se po të ishin në atë rrugë, s'kan pas nevojë më bë grup. Po të ishin e Ehlusunnet, s'kan pas nevojë me pas edhe një emër tjetër. Nga se kur janë pyet dietarët e sunnetit, për tyre Sheikhul Islam Ibn Taymija, qysh me i njoft njerëzit e devijuar më një mënyrë më të lehtë, ka thonë shifri në emërtim. Nëse kanë një emërtim tjetër përveç Ehlusunnetit, atë e deviju. Por mos më lodh se krejt muslimanët nuk kanë mundësi me bë studim, krejt nuk kanë mundësi me thonë ku kanë deviju Sharit, ku kanë deviju Maturidit, ku kanë deviju Khavarij, ku kanë deviju Murxhit, ku kanë deviju Kadrit, ku kanë deviju këta. Masa e gjërë nuk mundet me i ditë këtë çështje. Por kush i din ato, ose çish kena mundësi me arrit në një dituri të shpejt, thotë Sheikhul Islam veç pyeti, çka jeni ju? Si të thojnë diçka tjetër përveç Ehlusunnetit, janë të devijuar. Si të thojnë jemi diçka tjetër përveç Ehlusunnetit, janë të devijuar. Se kanë edhe një emër tjetër. Ehlusunneti nuk kanë emër tjetër, kanë vetëm një, pasuesi të sunnetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kurse këtij pejgamberi i ka fol meleku Xhibril, e meleku Xhibril i ka fol Allahu. Kjo është rruga. Kënë e pasojmë na, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Na s'kem tjetër njeri që i shkojnë mrapa, s'ka se ekziston. As nuk është Imam Ahmedi, as nuk është Abu Hanifja, as nuk është Imam Shafiu, as nuk është Imam Maliku, as nuk është Sheikhul Islam Ibn Taymija. Kërkush tjetër nuk është që ne i shkojmë mrapa atina në çdo gjë që ka fol, përveç Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të tjerët, ku kanë qelluar Allah subhanahu wa taala i shpërbleft, ku kanë gabu Allah subhanahu wa taala i fort, por ne nuk jemi në rrugën e kërkuina tjetër përveç në rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E kush është në rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka mundësi me pasur në emër tjetër. Unë e besoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sipas këtij. Ai thotë unë e besoj sipas këtij. Tash ky dhe ky kanë fund ndryshe, tash a ka pas mirë sipas këtij pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a ka pas mirë sipas këtij. Ai tjetri thotë sipas atij, ai tjetri thotë sipas atij. Dalin 100 mënyra të besuarit në Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Kurse Ehlusunneti jo. Ehlusunneti përcjellin fjalën e Allahut, hadithin e saktë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ala fehmi sahabe, sipas kuptimit që e kanë pas shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për fen. Por te, thoshte Imam Ahmedi, sikur mos të folnin njerëzit të cilët nuk janë kompetent, problemet nuk dalin. Dhe çështja është shumë e thjeshtë. Gjithë secili në profesionin e tij në ta mendon. E mormi shembull profesionin atina që ndërton. Nëse gjithë secili e bën mjeshtrien në formën e duhur, a ka probleme në këtë ndërtesë?
S'ka se secili e ka qitë në vend punën e vet. Kur del ndërtesa shtremt, kur s'ka qitë diçka mirë, se për çato bëhet probleme. Kur bëhet fitnja në ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atëherë kur ka fol dikush sekondash me fol. Pse për Allah po fol? Pse po fol kur nuk e din atë për cilën të fol? Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kushdo që e beson Allahun subhanahu wa taala dhe ditën e Kiametit, net fol mirë. Nëse s'ka diçka me fol mirë, se njerëzit edhe nuk kanë dituri me fol komedi se sa mirë. Falyasmut, mos fal hiç, heshtja. Është transmetuar nga Abdullah ibn Mubareki, i cili ka thonë kam dëgjuar për njerëzve të cilët kanë pas njohuri dhe autoritet, të cilët thonin kur nuk jena pendue për diçka që nuk kena fol, gjithmonë jemi pendue pse kam fol. Kjo shumë e rëndësi. Njeriut nuk i vjen mu pendua kur se di pse s'fola, i këm rap pishman jam pendu. Pse s'fola? Ja, gjithmonë pendosh pse fola, se kur ke fol gabim. Mos me pas fol, nuk e ke pas gabim. Ata të cilët e kanë gabim kur nuk folin, ata e din se janë dietar, edhe ata nuk heshtin. Ata të cilët nuk e din kur e kanë obligim me fol, kur se kanë mos fol. Ose fol sa ma pak për shkak se titulli që kanë zirë autori ka thonë rujtja e gjuhës edhe me fol, mundësisht me fol sa ma pak. Imam Ahmedi gjithashtu, Allah subhanahu wa taala e past më shërua, thot ka disa njerëz të cilët gjatë gjithë kohës folin mirë, me bë këto, me bë ato, me ndihmu këtina, me shku aty, me bë këto, kur në fund nuk e kanë asnjë punë. Thot kjo është ajo për të cilën kanë tërheq vërejtjen dietarët e sunetit përpara. Nga njerëz të cilët flasin apo kur që s'punojnë. O kanë mirë me marru në xhami, jo mirë u kom, se dina që kanë mira. O kanë mirë me bë këto, o Allah na kitë dina që shka është mirë, shka nuk është mirë, po do të me qit në punë, që ata që ju thua njerëzve, edhe mu largue për asaj që është e keqe, do të me kthye në ndalim të vetës, fol këto, ti ashtu, kush e shef në veprim, nuk është kur gjë. Çka vlen në fjalë e cila nuk është praktik, çka vlen? Çai vlen atina që nuk falet, pse ju thot tjerëve falno. Kur gjë si vlen hiç. Çka vlen ati i cili është hajn që ju thot tjerëve mos villni, se është haram. Dhe të ngjashme. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kush beson Allah subhanahu wa taala dhe ditën e Kiametit, në të fol mirë ose në të hesht, për shkak se në heshtjen e tij shpëton. Është transmetuar nga Ebi Said, Allah subhanahu wa taala e pas mëshirua, i cili ka thonë nuk ka mëngjes çdo sabah që quhet njeriu, të gjitha gjymtyrët e trupit i thojnë gjuhës për i Zotit mos na merr në qafsat. Nuk ka gjymtyrë në trupin e birit Ademit, që sa herë quhet mëngjes, nuk i thojnë gjuhës mos na merr në qafë, se kjo i çon xhehenem. Hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është pyet çka i çon njerëzit më shumë në xhehenem, e ka kap gjuhën. Gjuha i çon xhehenem. Në ditën e Kiametit Allah subhanahu wa taala sjell në ajet el-yawma nakhtimu ala afwahihim, kena mja pamundsue gjuhëve me fol, wa tukellimuna aydihim, kanë më na fol durt, wa arjuluhum, kanë më na fol edhe këmbët, bima kanu yaksibun, kanë më dëshmua atë që e kanë vepruar. Pjesët e tua trupit me të lut mos na merr në qafë, mos fol diçka që i shkojmë në xhehenem, mos fol diçka që na djeg me zjarr. Në hadithet të sakta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë njeriu e fol një fjalë. Këtë hadith e transmeton Imam Ahmedi dhe Imam Buhariu gjithashtu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njeriu e fol një fjalë me të cilën u idhrua Allahu subhanahu wa taala, për këtë fjalë Allahu subhanahu wa taala ka mështin në xhehenem. Por çdo gjuha thot
për i Zotë Zotit, mos na merr pjesë i thënë gjuhës, mos na merr në qafë për i Zotë Zotit. E fol një fjalë 70 vjet në xhenem për çata. 100 fjalë të tilla i fol në ditë. Kur të fash 3-4 orë pa unal hiç, sa fjalë të tilla i fol? Një fjalë e fol me të cilën Allahu subhanahu wa taala është i hidhur, se s'u ndash me fol gjatë fjalë, 70 vjet hin xhenem. Po me fol 100 çast fjalë në ditë. Dhe për dallim për jetës së bote, jeta në ahiret është e gjithmonshme. Sa do me fol që si fjalë të këqija, del vakt me lejt xhenem sa dush. Për ditë me fol që si fjalë të këqija, për ditë ka kohë me lejt në xhenem. Se në këtë dynjë nuk ka kohë. Këtë dynjë këndo prej njerëzve me dënuar 500 vjet burg është hajare. Se si ma në ahiret, nëse dënon Allahu subhanahu wa taala me 500 miliard vjet në burg, kemi marrë në xhenem. Këto dallimi. Atë zbitiset koha, nuk vjen funi, u kryen çdo vjet që kemi pas. S'ka, sa dush to, hiç nuk bitiset. Një fjalë në ditë, veç një me fol, me cilën nuk është i kënaqur Allah, 70 vjet në xhenem. Për ditë ka një. Për ditë ka 10, ka 100. Për ditë ka la hawla wala quwwata illa billah. Përveç atyre të cilët i ka urdhëruar, i ka mëshiruar Allahu subhanahu wa taala. Është transmetuar nga Abu Huraira, gjithashtu radiallahu anhu, në një hadith që ka thonë: min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nëse doni me ditë kush është musliman i mirë, është ai i cili nuk mirret me punët e huajve. Min husni islamil mar'i, prej islamit të shkëlqyer të një robit, një besimtari, tarkuhu ma la ya'nihi, është mos më marr me atë që si takon. Prej islamit më të shkëlqyer të një besimtari është mos më marr me atë që nuk i hin punë kur gjë. Ty shotunet këtu pyet për astronomia, ku di çka, këtë për grojën globale. Ç'të tani tyje, çka lidhesh ti me këta? A ka pas mirë ai, a ka pas mirë ky? Po çfarë do të Allah kjo? Islami dëshmi që islami i një personit është islam i duhur, është nuk flet për punët e tjerëve. Dhe kjo ka ndodhur edhe në kohën e sahabëve, shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e kanë pyetur Aishën radiallahu anha, për shkak se Aisha ka jetuar edhe gjatë masdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ngase në kohën kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiallahu anha ka pas 18 vjet. Dhe ka jetuar mbi 60 vjet, që ka jetuar shumë gjatë kohë mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shumë fitne, shumë edhe probleme në mes të sahabëve, vonë dikur ka shku te Aisha, ka pyet, masi që kanë kaluar ato probleme kret, e ka pyet Aishën, kush e ka pas mirë, më drejt, a Aliu, a Muaviu, radiallahu anhuma. Çka ka thonë Aisha? Tilka ummatun kad khalat. Çka po do me ditë për kësaj nga? Çka po të intereson ty, a ka pas mirë ky ai? Ku është interesi jot? Tilka ummatun kad khalat. Ata njerëz që kanë shku, kanë vdek. Laha ma kasabet. Ata kanë me dhënë llogari para Allahut për veprimet e tyre. Wa lakum ma kasabtum. Ju keni me dhënë llogari për juve. Ne s'kem me dhënë llogari për Muaviun radiallahu anhu, as kemi me dhënë llogari për Aliun, ata kanë me dhënë për vete. As për filonin për kërkon. Kullu nefsin bima kasabat rahina. Secili ka me qenë përgjegjës për veten e vet. Pse se vet dikon për disa vepra tua, edhe nëse si kallzon me emën, çka është puna e një personi që ka bërë kështu? Për vete, për punët e tua. Pse po do më shkosh ka është puna Shekul Islami Ibn Taymijes me një vend qështu. Ato vendet e tua i harën kret. Ma mirë është më interesua për vendet e tua ku ki gabue, se sa më interesua ku ka gabue. Cili do prej djetarëve se cili do prej njerëzve. Ebu Hurajra radiallahu anhu ka thonë, la khayra fi fudulil kalam
nuk ka dobi në ata të cilët flasin shumë, ose nuk ka dobi në të folurit e shumët. Omer ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu ka thonë: "Men kathura kalamuh", kush fol shumë, gabon shumë. Thjesht, qartë. Kush fol shumë, ka gjunahe shumë. Çka është thjesht? Si të fol, panol, po ti e gjuna qartë në fyt. Veç shka ke fol o boll, shka dalin punë ma, është edhe ma tepër. Fjallët është mirë me qenë të matura edhe të pakta. Me pak fjallë me thonë shumë. Kjo është cilësi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj besimtarët duhet më konë në pasim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse e merrni jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk e gjeni që një rast për rasteve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të nejtë mazdarke me sahabët të bë muhabet. Kur se gjonë këto hiç. Se s'ka ndodhur. Hade rrina, s'ka bëha ki. Hade folmi, ja, si në konë kështu. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si konë kështu. Ata sa herë janë takue, kanë folë diçka që është në dobi, shka mujna me bo, ma mirë se sa që është qëtash. Kuna mujna me ndihmua që ka nevoj, kun mujna me pajtua nëse s'janë mirë, tash veç du të me këthyje në anën e tjetë, në anën e kundërt. Besimtarë të mirë janë ata të cilët me njëtet e tyre të sinqirta, u flasin edhe tjerëve dhe punojnë për veti për më ndihmua atyre që kanë nevojë. Ai tjetri, jo që flet, po thot mos ju nimoni, kuna, për nimoni atia, se dini jo, shka se dini jo. Thonë kjo është penges, për mi ndihmua dikush, dikujna. A u këndasht më konë me nëzit, me ndihmu. I dyti ai që urdhnon për të mirë, edhe ai që ndalon për të keq, thot jo më, qafën e ta them. Mënyrë është e kundërta. E u islahim bejnë në nas, ose e treta që do të me kontribua mu pajtu musliman, ky veç i jep që shme mujt me përqa me ba copa muslimanet. Për gjithë se cilën fjallë, kem me dhonë llogaritë e Allah subhanahu wa ta'ala, ande se cili për neve tjeti kujdeshëm se qka flet, edhe kur flet në tjetë që është e mirë, është e dobishme, shkon në përmendje të Allah subhanahu wa ta'ala, ose në dobi të krijesave të Allah. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.